Në natën e tretë, skena e Rin Show u takoi nxënësve të gjimnazit Themistokli Gërmenji, të cilët sollën një performancë krejtësisht origjinale, të konceptuar në formën e një prove gjenerale të shfaqjes së tyre. Përmes këtij formati, ata gërshetuan me mjeshtëri, disiplina të shumta artistike, duke goditur me ironi pa aftësinë në pozicione të ndryshme sociale. Energjia e lartë dhe ritmi që nuk ra për asnjë moment e mbajtën sallën të mbërthyer, duke shpërthyer në të qeshura dhe duartrokitje të pandërprera që shoqëruan trupën deri në daljen e tyre finale. Shfaqja shkoi mrekullisht, shkoi shumë mirë, me gjithë ata njerëz që ishin që po na shikonin të tërë, shokë, prindër, mësues të tërë. Emocionet ishin normal, të mëdha. Nuk mund t'i përshkruajmë dot me fjalë ata emocione që kishim, por jemi kënaqur shumë pa mas. Emocionet ishin të papara, është ere parë që marr rolin kryesor. Rin Show është një gjë shumë e bukur, e cila ngelet kujtim për të dietën. Ishte një vit, le të themi, shumë i bukur. Ishte një eksperiencë shumë rrestlënëse për mua dhe ja u sugjeroj të gjithë të rinjve që të marrin pjesë në këto aktivitete, pasi janë shumë angazhuese, janë dhe goxha zbavice, le të themi, për ne. Në ritmet e këngëve spanjolle, franceze, italiane, greke dhe shqiptare, Europa erdhi më pranë tyre si artistët e ardhshëm të skenës. Kënga, baleti, sfilatat, kreativiteti, të ndërthurura me interpretimet e aktorëve, përfshin publikun në emocione. Përkushtimi, talenti dhe bashkëpunimi tyre promovoi artin dhe kulturën, duke i dhënë ngjyra mbrëmjes së Themistokliut.